Egzona Hoxha nga Hasi i Prizrenit është një nga zërat më frymëzues në skenën politike në Kosovë. Ajo mban titullin e politikanes së vetme grua me aftësi të kufizuara në vend, një pozitë që e ka fituar përmes një përkushtimi të palëkundur ndaj komunitetit dhe luftës për barazi. Egzona u diagnostifikua në moshën 2 vjeçare me poliomielitis, një gjendje që ndikon në funksionimin e muskujve. Megjithatë, kjo sëmundje nuk e ndaloi asnjëherë në rrugtimin e saj drejt arsimimit, pavarësisë dhe aktivizimit qytetar. Me një vullnet të jashtëzakonshëm, ajo ka arritur të sfidojë barrierat fizike dhe shoqërore. Ajo u bë një zë i rëndësishëm për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Përmes rolit të saj në Këshillin Bashkiak, Egzona punon çdo ditë për të siguruar që askush të mos ndihet vetëm dhe të kenë qasje të barabartë në shoqëri, arsim, shërbime sociale dhe punësim. Sot, Egzona është një model frymëzimi për të gjithë ata që nuk duhet të dorëzohen, pavarësisht sfidave që na sjell jeta. Në vizionin e pasdites, ajo vjen me një rrëfim të veçantë, jo thjesht si një përfaqësuese e politikës, por si një shembull i kurajos, pozitivitetit, punës dhe mosdorëzimit. Egzona, mirë se vjen në vizionin e pasdites. Jam e lumtur që e mbyllim bashkë këtë program ditës së sotme për të folur për rrugtimin tënd. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësia është edhe imja. Ne e përshkruam si një nga rrugtimet që flet për frymëzim, për një forcë të jashtëzakonshme. Përshkruan dhe ti të tillë, ka qenë kështu jeta jote? Po, e përshkruaj të tillë, për shkak që nuk është shumë e lehtë, por unë i qëndroj asaj që çdo kush që dëshiron me arrit diçka ose ja qet prioritetet vetës me ambicien edhe me forcën e vullnetit, po palonanash edhe forcën e punës, i arrin ato cilat i ka prioritet për veti, po edhe në rastet kur prioritet është një komunitet i caktuar të cilin ti e përfaqëson ose cili ti i takon. Besoj që bëhesh pak më i qartë kur rritesh për atë që po kalon edhe për atë që synon në të ardhmen. Unë dua të ndalemi pak tek fëmijëria jote, aty ku ndoshta ti nuk e kuptoje tamam se çfarë kishe ndryshe nga bashkëmoshatarët e tu dhe se si i përjetoje ti shpeshherë ndoshta ato që mund ishin qasje e tyre ndaj teje, përjetimet që kishe? Në fakt, për mua kjo pjesë ka qenë shumë më e lehtë se sa në rastet të tjera ndoshta, për shkak që kam pasur fatin, jam rrit me një familje shumë të emancipuar, me një familje e cila prioritet gjithmonë e ka pas mirëqenien e fëmijës të tij në këtë rast. Kjo ka ndiku që pastaj edhe gjithë përfshirja në shoqëri tjetë më e lehtë. Kam pas fatin që në shkollën kur unë kam vijuar mësimet e mia të para, ta kem mësues edhe gjyshin, edhe pse jo nuk ka qenë gjyshim, po stafi i shkollës kanë qenë kolekti, kështu që kjo ka ndiku që unë ta kem gjithë përfshirjen shumë atë lehtë. Normalisht si çdo fëmijë tjetër në moshën shumë atë vogël ti nuk e din se çka po ndodh me ty, nuk e vrej ndryshimin të vetja, po mund me them një përgjithësi shumë plot që realisht asnjëherë nuk e kam ndi vetën ndryshe. Kjo për faktin që siç edhe e cekam ka ndiku familja, shoqëria e këto që më kanë bërë me undi e barabartë me pjesën. Edhe kur ishe e vogël Egzon, sepse ndoshta tani shoqëria është ndërgjegjësuar, hapësirat që jepet në ekran, ndoshta edhe prezenca juaj shpeshherë në institucione ndryshme që flasin pikërisht për ato mangësi që mund të ketë ndoshta në institucione për t'ju dhënë atë që ju takon, edhe vështirësitë që ju hasni shpeshherë e ka bërë që disi të zbutet pak rruga e atyre që janë me këto vështirësi. Po ka qenë e tillë edhe kur ishe më e vogël? Si fëmijë i vogël, siç edhe e ceka, nuk e kupton se çka po ndodh deri kur arrin në një moshë që ti fillon me i pa vetë ndryshimet. Unë personalisht deri në fazën kur kam vazhdu me studimet në qytetin e Prishtinës, bile edhe tani me shoqëri bisedoj shpesh, them që pa u përfshi tek organizatat e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë, nuk kam pas në rrugë qytetit persona me aftësi të kufizuar, ose thjesht ka qenë ai mendimi që asun nuk e kom pa vetën si person me aftësi të kufizuar dhe thjesht personat me aftësi të kufizuar kanë mujt me kalu para meje, po nuk i kom vrejt. Kishte edhe një situatë ose të ka mbetur ty në një moment i vështirë që ke patur nga fëmijëria, apo nuk i ke përjetuar kurrë si të tilla?
Shiko, momentet të vështira pa dyshim që ka. Çdo person jetë kalon fazat që të njëjtën kohë janë të vështira, po të njëjtën kohë ta japin edhe një mësim. Nuk ka qenë edhe për mua e lehtë që me luftu për me arrit këtu ku jam sot. Pjesa e arsimit ka qenë normalisht ma e vështirë, sepse fatkeqësisht e kemi një Kosovë pothuajse të paqasshme sa i takon qasjes fizike për personat me aftësi të kufizuar, po fatkeqësisht këtë gjë mund ta them edhe për Shqipërinë, po edhe për vendet e tjera fshинjet tona, ndërsa pjesa e tjetër e përfshirjes nuk ka qenë shumë e vështirë, ndoshta për faktin që jam pak që jam më shumë komunikative. Edhe natyrë pozitive. Po, edhe natyrë pozitive dhe nuk e kom pas shumë problem deportiv. Po në vetë sistemi arsimor e ceke pak më parë edhe the që shpeshherë ka patur ato vështirësit. Cilat ka një sfidat më të mëdha me cilat përballen, qoftë në Kosovë, qoftë edhe në Shqipëri, që ti ndoshta i ke vënë re se patjetër jemi jashtë. Shkollat e paqasshme që gjithmonë të duhet një asistent që fizikisht me të ndihmu ty që me qenë pjesë e klasës, e sallës ku kanë muajt ligjëratat apo mësimi i rregullt për një fëmijë me aftësi të kufizuar, ende vazhdo me qenë mungesa asistentëve nëpër shkolla, që ne në Kosovë fatkeqësisht i kemi me një numër shumë të vogël. Kjo tani e pamundson shkollimin e vetë personave me aftësi të kufizuar. Po konkretisht është mungesa e qasjes fizike për shkak që objektet janë komplet paqasshme. Nuk mundësohet hyrja deri në objektin e shkollës, klasat e këto. E kuptoj. Nëse flasim pak për atë momentin që edhe ndryshoi pak ose të kaliti, le të themi, ato dëshirat për të bërë pjesë e politikës, pse jo të përfaqësoje atë komuniteti i cili kishte vështirësitë tua nisur nga eksperienca jote, ato që ti përmende pak më parë. Cilat kanë qenë ato momente kur fillove të ishe i qartë me idetë tua, me ato që ti doje të bëje në të ardhmen dhe ato që je sot, saktësisht? Realisht prej e vogël e kam dashur jetën publike. Gjithmonë kam pa veten që kam qenë pjesë e jetës publike, tu qenë aktiviste. Sidomos për shkak që t'jem përfaqësuese e komunitetit cilit i takoj. Unë para se të përfshihem politik, kam qenë pjesë e organizatave, cilat avokojnë dhe lobojnë për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në shtetin e Kosovës. Kështu që kam qenë pak a shumë e ambientume dhe e kam pas ditun se çka më pret në qoftë se unë veç bëhem pjesë e politikës. Politikën e komendu që do të bëhem pjesë e saj, ndoshta jo në vitin 2021 ku edhe vendosa pa prit mu bo pjesë e politikës, po asisoj erdhen rrethanat edhe absolut nuk jam as pak pishman, për shkak që jo me lumtur që ko marrë atë vendim në atë kohë edhe jo me lumtur që sot jom një politikane e re, më shumë përvoj se sa që e kom fillu karierën tem vitin 2021. Egzone, ne shojmë rezultatin final, shojmë atë suksesim, shojmë arritjet e tua, po ti e the pak më parë që e dije që rruga nuk do t'ishte e lehtë deri në realizimin e atij që ishte asaj që ishte ambicia jote. Cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha që ti ke hasur në këtë rrugë drejt politikës, drejt pranimit si një nga asamblistët, siç e thoni ju në Kosovë, e para me aftësitë kufizuara? Në vitin 2021 zgjedhjet lokale, domethënë kur janë mbajt në për komunat Kosovës, kemi qenë 11 persona gjitha qytetet e Kosovës ngarë për asambli. Fatkeqësisht, jo me vetmja e cila kom arrit me i marrë votat, pa kohë gjinore mu bo pjesë e kuvendit komunal të komunës Prizrenit. Njëjtën kohë është edhe nder, nëse muj me qujtë, për shkak që njerëzit kanë pa diçka te on, kanë besu diçka te on, edhe e kanë shprej besimin e tyne përmes votës duke u bo pjesë e kuvendit komunal në komunën e Prizrenit, po njëjtën kohë është edhe përgjegjësi e madhe, për shkak që ndoshta gjitha qytetet e Kosovës ta kishin nga një person me aftësi të kufizuar pjesë të kuvendeve të tyne, ndoshta do të kishim një shoqëri ma gjithëpërfshirëse dhe institucione ma përgjegjëse sa i përket realizimit drejtave të personave me aftësi të kufizuar në komunitet. Ka patur momentin cilat e ndjerë e paragjykuar edhe që të zhdukur sikur disit i kanë vështirësuar rrugët? Shiko, t'jesh gruan politik, je gjatë gjithë kohës
paragjykuar. Jo veç politikë, menoj që në secilin pozit, gratë ose vajzat e reja janë paragjykume, po të njëjtën ku në politikë është diçka tjetër që te nuk paragjykohesh veç për faktin që je grua, paragjykohesh për faktin cilës bindje i takon. Tani te unë ka qenë edhe pjesa e aftësisë kufizume. Ka pas njerëz që e kanë mirë prit, jashtëzakonisht shumë mirë kandidimin, tempo ka pas edhe ta atill që kanë thonë ma mirë ke qenë shoqëri civile, kontributet ka mujt me qenë shumë ai madh të shoqëria civile se sa të politika, gjë për cilën unë personalisht nuk pajtohem, për shkak që e gjithë jeta jonë është politike dhe nëse doj me bëu ndryshimin për një komunitet caktuar, po edhe për të mirën e vendit në përgjithësi, detyrimisht duhet të jemi brenda për brenda politikës, brenda për brenda institucioneve që ta arrijmë atë. Ti je një vajzë e cila e reflekton atë forcën tënde, e reflekton edhe pozitivitetin me cilin ti merr gjërat, po thërë brenda teje, ndoshta edhe në komentet që ti shpeshherë mund të kesh lexuar, qoftë edhe për këto sugjerime që ndoshta shkonin më shumë tek shoqëria civile sesa tek politika. Ke patur momente në cilat ke qenë edhe vetë në dilemë për atë që duhet bëje dhe ku duhet përqendrohesh, e cila duhet ishte rruga jote, e cila ishte më e mira që ndoshta do t'i vinte në ndihmë jo vetëm ty, po edhe komunitetit që ti në një farë forme e përfaqëson. Po, padyshim, secili prej neve i kalon këto faza kur mendojmë që ndodhemi me një udhkryq edhe duhet mendojmë mirë drejtimin cili duhet t'ja japim angazhimit ton. Padyshim që e ku mendu, po nuk dasht me marrë vendimet cilat kishin bo me u tërhek prej politikës ose për jetës tem publike, për shkak që nuk e meritojnë gjithë ata njerëz cilët kanë besu te unë edhe vazhdojnë me besu te unë, nuk e meriton mas parjer familja jam, e cila ka sakrifiku gjithë shka dhe ka bo gjithë shka, që unë sot me qenë një femën e pamvarur, një vajzë arsimume dhe një vajzë cila e ngrit zërin edhe për një komunitet saktu, po edhe për zonat të caktuara, po edhe për gjithë qytetarët e Prizrenit për cilat ata kanë nevojë. A ka pat merak familja jote Gzon, duke qenë ti kaq shumë në dukje, pra duke qenë kaq e ekspozuar, mund të themi, nga politika për përjetimet që ti mund të kishe, për sa mund të prekesh, unë nuk e di se sa emocionale je ti dhe se sa ti realisht prekesh ndonjëherë nga komentet apo reagimet që mund të vinë, qoftë edhe sepse i përket një bindjeje politike. Sa e kanë pas ata merakun? Realisht jo, se familja është shtytja kryesore që më ka bo që me qenë politik. Realisht në politike edhe nuk jam aksidentalisht, jam ma shumë me dëshirën e babit, se babi gjithmonë e ka dashur angazhimin tam në politik, në konkretisht edhe Partinë Demokratike të Kosovës, asambleiste edhe cilës jam, për shkak që babi është një aktivist që me vite ka angazhimin e tij, kështu që unë vetë se e ceka e kam pas një jetë publike, kjo e politikës është diçka që shtes, le të themi, edhe nuk normalisht familja është gjithmonë ajo që preket prej komenteve në rrjetet sociale. Ka qenë e vështirë viti i parë, derisa janë ambientu më shumë e kuptuan natyrën e politikës. E kuptuan se qysh rrjedhë dhe qysh funksionon politika. Çfarë i priste më shumë nga ato komentet e para deri në momentin që u mësuan edhe pranuan që do të ishte? Janë ato komentet që gjithmonë gjykohesh prej bindjeve të cilës të i takon, nuk je ndryshe, je si gjithë të tjerët. Po, si gjithë të tjerët në politikën ime, përfitu për interesat juja personale, pa pas prioritet qytetarin. Po gjithsesi këto gjëra janë të vazhdueshme dhe nuk besoj që kanë me u zhduk fatkeqësisht. Cilat janë mesazhet që merr më shumë ti, qoftë edhe nga persona të cilët janë me aftësi të kufizuar dhe kanë vështirësi në Kosovë, Gzon, dhe që ti i ndjen se patjetër i ke kaluar edhe vet disa sfida, ndoshta mund të jenë lehtësuar gjatë viteve të fundit, po çfarë prioriteti duan ata të paktën nga zëri yt edhe që duan që ti të flasësh për ta? Realisht jam shumë e lumtur se unë vazhdimisht kam takime të rregullta me përfaqësues të komunitetit, organizata që veprojnë komunën e Prizren, po edhe organizata që veprojnë edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Jam e lumtur që shumë vajza të tjera me aftësi të kufizuar e kanë gjetë ndoshta veten edhe motivin të onë dhe thonë që okej, në zgjedhjet lokale 2025, do të thënë këtë vjesht që do të mbahen, edhe ne do garojmë edhe do të jemi ngarë për asambli absolut i inkurajoj gjitha për shkak që për me mri me bo një
një ndryshim në shoqëri, domosdoshmërisht duhet jemi pjesë e institucioneve. Kështu që realisht i ke frymëzuar. I ke dhënë një, ndoshta ja ke bërë më të arritshme atë që mund ta kishin si ëndër edhe mund të kishin frikë nëse e realizonin dot apo jo. Shiko, çështja e frymëzimit është diçka jashtëzakonisht shumë e madhe, po besoj që ja u kum hap dyert që ato me e pa vetën brenda politikës edhe brenda edhe vendimarrjes me qenë në të ardhmen pjesë e institucioneve, pse jo. Cilat janë synimet e tua aktualisht tek zonë? Pra ti besoj që shpesh herë i bën ato planet me veten tënde, sidomos kur do që zëri yt të dëgjohet. Cilat janë ndoshta merakët më të mëdha që ke edhe që do dohet të përmirësoheshin në Kosovë, në jetën e përditshme? Një gjë është e sigurt që do vazhdoj të jam pjesë e politikës, sidomos këtë kohën e fundit kur edhe po shkojmë drejt zgjedhjeve, kam pyetje që a do të vazhdoj të jam pjesë e politikës, a do të jem prap kandidate për kuvendin komunal Prizrenit. Patjetër që do jam pjesë e politikës, se në momentin kur kum vendos me hi në politik, kum vendos me hi në politik fuqishëm edhe me vazhdu pjesën e karrierës edhe angazhimit tim në politik. Janë prioritetet implementimi drejtave për personat me aftësi të kufizuar si nivelin lokal, po të njëjtën kohë edhe nivelin qendror, sepse e dim që niveli lokal është më afër qytetarëve sa i përket jetës përditshme, po ligjet edhe niveli qendror është ai që e bën diferencën edhe na ndihmon që personat me aftësi të kufizuar me i gëzu drejtat e tyre që i takojnë, kështu që po mendoj, më pëlqejnë sfidat, jam të shidu sfidat, po mendoj që të ardhmen me qenë edhe pjesë e institucioneve qendrore, pse jo. Edhe unë ta uroj këtë gjë e gëzon, edhe të falenderoj shumë që u bëre pjesë e vizionit pasdites për të thënë atë fjalën tënde pse jo për të motivuar edhe vajza në Shqipëri, vajza të cilat e shohin veten ndoshta në politikë, e aspirojnë edhe mund të jenë me aftësi ndryshe, por që kanë ëndra të mëdha pse. Po unë kam pas rastin, kam taku edhe në Shqipëri përmes organizatave të ndryshme persona me aftësi të kufizuar, nuk e di sa është përfshirja e tyre në politikë, po pse jo, kështu që e shfrytëzoj edhe unë mundësinë më bë thirrje që nëse dëshiroj me bu ndryshimin, duhet me fillu prej vetës, spari me marë përgjegjësia dhe mu bo pjesë e institucioneve përmes politikës, sepse kështu rrjedhin gjërat te na dhe me i çu përpara. Aty duhet ngritur zërin. Egzon, falenderoj edhe njëherë, ishte kënaqësi shumë për mua. Faleminderit shumë për ftesën. Ne kemi ardhur në fund programit, unë ju falenderoj edhe juve që qëndruat me ne.